Nuk kem kurrë kundër kryetarit, nuk kem kundër qytetit po divës, na kem kundër varreza mos më në lazën tonë. Banorët e fshatit Obranq po kundërshtojnë zhvendosjen e varrezave të qytetit të Podujevës në fshatin e tyre. Ata pretendojnë se me zhvendosjen e varrezave rrezikohen puset nga të cilat furnizohen me ujë. Sipas banorëve në fshat nuk ka infrastrukturë të duhur. Punimet kanë filluar disa ditë më parë, ndërsa banorët kanë tentuar t'i pengojnë ato. Më pas ka pasur edhe intervenim nga Policia e Kosovës, veprim të cilin banorët e cilësojnë si të panevojshëm. Pengesa kryesore është që varrezat e qytetit me na i pru para derën në fshat këto afër, pishe shtëpiat për rreth, ku janë këto ujë e kemi veç me puse. Dëmtohet ujë, do të jesim pa ujë. Për fillim, infrastrukturë nuk ka këtu, janë në rrugë të ngushta, rreth kjo pronë është e komunës, po është e rrethuar me shtëpia, me banorët këtu, me shtëpiat banorët këtu, ajo është pengesë për neve. Edhe kanë vende tjera me quo pse bash të dera shtëpisë tonë, varrezat e qytetit, po të ishin të fshatit, nuk ishin e lashe, po varrezat e qytetit me t'i pru. Të dera jote pak, ajo është pengesa. Ma herët ju bisedu, kem pas, edhe ma herët, kem po peticionet, kem dërzu me komunë, ne ka shty për një kohë. Në peshtym një kohë, bas një kohë kena pas një bisedim me kryetarin e komunës, gjoja se me blena tjetër vend, tokën e me në rrugë me këtu. S'është kryo e punë, s'ke mujt me banë. Premtimet që na i ka dhanë, do të s'na i ka majt ato, mbas një kohë, na i ka nërrysh Allahut se me shkrim s'kem pas kur gjë. Kena pas biseda gojore. Një ditë kanë ardhur edhe me polici, njësia speciale dikun, rreth 100 polic me këta banorë, s'kom mujt me kuptu pse. S'kem pas të lashe, s'ka pas kërcnime, s'ka pas pse gjithaj polic me ardhur. Nuk është që na pengojnë policia sa ata e në tonë. Po s'ka pas nevojë gjithë qatë policë me përundimën e shpejt me veti. Pej mas mandatit që e ka marrë tash kryetari, mandatin e ri mos na ka pranuar në bisedë. Ma vonë tash është kom gullë veç me kryo këtë projekt edhe nuk donë ma me bisedu me neve. Banorët thonë se vendimi për ndërtimin e varrezave në Obranq është marrë që nga viti 2022. Mirë po sipas tyre nuk ka pasur dëgjim publik me ta dhe nuk u është shpjeguar procesin nga Komuna Podujevës. Ata thonë se kryetari Bulliqi u kishte premtuar se nëse banorët e gjejnë një parcel alternative për zhvendosje, atëherë komuna do të ofronte kompensim me parcel në fshatin Obranq. Sipas banorëve, ata e kanë gjetur parcelen, por premtimi nuk është realizuar. Vendimi marrë 2022-ën. Vendimi marrë 2022-ën për me pu varrezat e qytetit në fshatin tonë këto. Kur e kemi marrë na vesh, domethënë që po bim varrezat këto, na i na shku te kryetari këna varrezat nuk i lejojnë në fshatin tonë, sepse nuk ka pas dëgjim publik, nuk ka pas psikolog në atutën të mia, më shkon në shkollë këto apo jo. Na nuk kem domethënë ujësjellës se nuk kena, ja dëmton ujë e peshëm, domethënë këto tri gjëra na garanton kushtetuta e Kosovës. Edhe kushtetuta e Kosovës e garanton domethënë me ligj për me thirr fshatin, banorët e fshatit për me marrë dëgjim publik. Nëse ka pas dëgjim publik të fshatit tonë, në komunë veç dikush që ka dëgjim publik, sot le të bien varrezat. Gjithçka u marr domethënë në mënyrë të nxarë prej kryetarit aktual që është. Ka thonë gjonët dhe të këte varrezat e qytetit, e kompenzoj me këta, e ndrojna. I na shku e këna gjithë tokën, e këna përkthy. Nuk kem kurrë kundër kryetarit, nuk kem kundër qytetit po divës, na kem kundër varrezave mos më në lazën tonë. Asnjëherë dëgjim publik nuk ka pas. Krejt në mënyrë të nxarë kanë marrë vendimin, në mënyrë të nxarë kanë dhënë tenderin, gjithçka në mënyrë të nxarë shku. Neve këto varreza na dëmtojnë, në mënyrë psiqike. Mënyrë psiqike, mas forim është mënyrë psiqike. Lidhur me këtë çështje, Kallzo.com ka provuar të bisedoj direkt edhe me kryetarin e komunës Shpejtin Bulliqi, por i njëjti nuk ka qenë i qasshëm përmes telefonit. Ndërkaq në një përgjigje me shkrim nga komuna thonë se procesi për ndërtimin e varrezave të qytetit në Obranq ka bazë ligjore që nga viti 2010, ndërsa në vitin 2023 kanë filluar procedurat e shpronësimit të pronës
të cilat sipas komunës janë zhvilluar në mënyrë ligjore. Së pari duam ta sqarojmë se projekti për ndërtimin e varrezave të qytetit ka bazë ligjore që nga viti 2010, kur Kuvendi Komunal i Podujevës mori vendimin për shpalljen në interes të përgjithshëm të parcelës dedikuar për këtë destinim në fshatin Obranç. Më pas, në vitin 2023, kanë nisur procedurat e shpronësimit të kësaj prone, duke u respektuar plotësisht të gjitha procedurat ligjore. Kjo parcel ishte në administrim të AKP-s dhe bordi i saj ka miratuar vendimin për shpronësimin e saj. Komuna e Podujevës i ka kryer të gjitha obligimet financiare të kësaj prone dhe është titullare e saj. Pas përfundimit të procedurave, kemi hartuar projektin dhe kemi iniciuar procedurat për realizimin e tij, duke qenë një nevojë e domosdoshme për qytetarët e Podujevës. Sa i përket pretendimeve të disa banorëve, sqarojmë se në drejtorinë e pronës dhe katastrit nuk figuron asnjë procedurë që dëshmon se ata kanë blerë ndonjë parcel për këtë qëllim. Këto pretendime janë të pavërteta. Komuna e Podujevës do të vazhdojë me realizimin e projektit në përputhje me planifikimet dhe obligimet tona komunale. Banorët e Obrançës ndërkohë kanë angazhuar avokat dhe çështja tashmë është duke u trajtuar në procedura ligjore.